Në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, Bashkia e Kolonjës organizoi një aktivitet festiv për nderuar dhe vlerësuar rolin e grave në komunitet. Kryetari i bashkisë, Erioni Saj, ishte mikpritës i këtij eventi të veçantë, ku gratë kolonjare u surprizuan me dhurata simbolike dhe një atmosferë të ngrohtë festive. Si shenjë mirënjohje për kontributin e tyre në familje dhe shoqëri, Saj shpërndau buqeta me lule për gratë duke theksuar rëndësinë dhe vlerën e tyre në zhvillimin e komunitetit. Pas kësaj, ai organizoi edhe një drekë festive, ku gratë patën mundësinë të festonin, të ndanin eksperienca dhe shijonin këtë ditë dedikuar vetes së tyre. Në fjalën e tij, kryebashkiaku vlerësoi përkushtimin dhe sakrificat e grave kolonjare, duke theksuar rolin e tyre jetik në familje e shoqëri. Gratë e Kolonjës janë shtylla e familjeve dhe komunitetit ton. Kontributi juaj është i pasvendësueshëm dhe ne do të vijojmë t'ju mbështesim në çdo hap, tha Saj. Në emër të gjithë qytetit ju uroj të keni shëndet në radhë të parë, të jeni të forta, të jeni për familjet tuaja, shtylla kryesore siç jeni, sepse çdo burr në këtë botë pa ju sigurisht që merrumi nuk ka dalë asnjë ditë. Jeni fuqia e madhe e familjes tuaj, e këtij qyteti. Unë jam vërtet krenar që shërbej në krye të bashkisë, në një zonë ku femra ka fuqi të madhe, liri të plot veprimi dhe marrëvajtje të familjes. Paçi vërtet shëndet, se shëndeti është mbi të gjitha, gëzuar dhe derën time e keni gjithmonë të hapur. Festimet për 8 marsin në Kolonjë nuk u kufizuan vetëm me këtë aktivitet. Ditën e djeshme, mësueset e të gjitha shkollave të qytetit u surprizuan me lule dhe urime, një gest simbolik për nderuar punën e tyre të palodhur në edukimin e brezave të rinj. Ky organizim nga Bashkia e Kolonjë u prit me entuziazëm nga pjesëmarrëset, të cilat vlerësuan këtë nismë si një shenjë vlerësimi e respekti për gratë dhe rolin e tyre të pasvendësueshëm në shoqëri.